Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Dëshironi kujtesë të fortë edhe në pleqëri, hani këto ushqime dhe do habiteni nga rezultati. Një dietë e dur dhe ekuilibruar i siguron trurit lëndët ushqyese që i nevojiten për të funksionuar në mënyrë sa më efikase, duke mundësuar kështu memorje më të mirë, përqendrime më të mirë dhe më pak lodhje mendore. Megjithatë, nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e ushqimeve të dura, ajo që ka rëndësi, por edhe të planifikoni mirë vaktet dhe ushqimet tuaja gjatë gjithë ditës. Kanella shumë herët në mëngjes. Studimet kanë sugjeruar se si aroma dhe shija e kanellës përmirësojnë kujtesën. Konkretisht, 2 nga përbërësit e tij, proantocianidina, përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe në këtë mënyrë kontribojnë në përpunimin dhe organizmin më të mirë të informacionit. Mënyra më e mirë për të shijuar kanellën në mëngjes është që ju të shtoni një sasi të vogël në kafe ose çaj në mëngjes, ose të bëni një pije të nxehtë duke shtuar lëngun e gjysmë limoni dhe pak kanellë në gjysmë filxhani me ujë të nxehtë. Vezë për mëngjes. Një omlet është mëngjesi ideal, pasi përveç proteinave mbushëse dhe energjike, vezë do të ofrojnë edhe kolinë të vlefshme, një përbërës që kontribon në prodhimin e neurotransmetuesve që përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore. Edhe një vezë është e mjaftueshme për të marrë një dozë koline. Një e verdhë vezë siguron deri në 125 mg kolinë, rreth 1/3 e marrjes së rekomanduar ditore. Kosi në mesditë. Kosi siguron një aminoacid të quajtur tirozin, i cili stimulon trurin. Në të njëjtën kohë është helbësor për prodhimin e neurotransmetuesve dopamin dhe noradrenalin, të cilët kontribojnë në shëndetin dhe funksionimin e qetë të trurit. Ju mund të shijoni kosin ose si një pjatë anësore në pjatën tuaj kryesore, ose ta kombinoni me disa arra, fara liri dhe fruta për të krijuar një vakt të lehtë por të kënaqshëm. Arrat si një snak i lehtë pasdite, të pasura me antioksidan dhe acide yndyrore të dobishme omega 3. Arrat janë një super ushqim i fundit për trurin. Gjithashtu, vitamina E në arrën e shishme vepron në mënyrë efikase parandaluese kundër dobësimit të trurit që vërehet në sëmundje të tilla si Alzheimer. 3 deri në 4 arra të plota janë të mjaftueshme që truri të marrë lëndët ushqyese që i nevojiten. Shafrani indis gjatë natës. Shafrani indis, një erëzë e cila lufton në përzierjet, përmban substanca të shumta me efekte antiinflamatore që përmirësojnë funksionin e trurit dhe përmirësojnë gjithashtu aftësinë e kujtesës tuaj. Gjithashtu, kurkumina, përbërësi aktiv i erëzës, nxit krijimin e neuroneve të reja në tru, si edhe rigjenerimin e qelizave të trurit. Disa studime tregojnë se konsumimi i rregullt i shafranit të indis ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjes së Alzheimer. Pra, shtoni pak shafran të indis në vaktin, pijen apo smoothien tuaj të mbrëmjes dhe siguroni që ta kombinoni me piper të zi, pasi rrit shkallën e përthithjes së shafranit të indis nga trupi. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelizë të tij. Këtu ne do t'ju japim një listë të vitaminave më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë ne njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit nervor.
Ajo përmirëson ndërlidhjen me zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë shërben si antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të ADN-s janë spinaqi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën afatshkurtër dhe vigjilencën. Dhe gjithashtu largon amullinë në veprime dhe letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B e dobishme për një kujtesë të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është shëndetësore për shëndetin e qelizave nervore. Ajo mban të paprekur mielinën, e cila mbulon fibrat nervore dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë kjo vitaminë parandalon sëmundjet e trurit. Vitaminën B12 parandalon depresionin dhe lohatjet e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo parandalon humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, shpendëve dhe i viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është shumë e pasur me vitaminë B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë në rrezik madhor të qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C luan një rol tepër të rëndësishëm për sa i përket sigurimit të shëndetit, jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe të zemrës. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrume dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe mirëmbajtjen e tyre. Burime të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha që përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim i mirë i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitaminë mbron qelizat e trurit dhe nervave nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimer tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Gjithashtu, mos harroni të konsumoni ushqime si për shembull të shëndetshme, por edhe kafeina mundet t'ju bëjë më vigjilent. Sheqeri mundet që të rrisë përqendrimin në tru. Hani mëngjes për të ushqyer trurin. Peshku është ushqimi më i mirë për trurin. Konsumoni një dozë ditore me arra dhe çokoladë. Shtoni avokado dhe drithra të plota. Gjithashtu, keni parasysh se boronicat janë super ushqyese për shëndetin e trurit dhe për memorien tuaj. Gjithashtu, gjithmonë keni parasysh të keni një regjim të shëndetshëm. Pasi jo vetëm që nuk do t'ju mungojnë lëndët ushqyese, por do të keni dhe një përqendrim më të mirë dhe më të fortë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!